Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Antirona Lilin për të diskutuar. Në fakt sot ngjarjet janë të paritshme. Deri më tani kemi folur për një rikthim të mundshëm të Eglit natës së sonme, pasi që është tema më e diskutueshme tek të gjithë shqiptarët. Më pas rekordin që theu gjesti botëror me 149 ditë qëndrimi brenda kësaj shtëpie, që do të thënë kalon dhe Big Brother USA, dhe mbi të gjitha do të flasim tani për një situatë që po ndodhen brenda në shtëpi. Viserlo, banori më i komentuar, banori i ri, dhe Ola, një vajzë e cila shkon lule më lule dhe kërkon dashurinë e saj nga çunat për të qëndruar brenda në shtëpi, kanë krisur një debat shumë të lartë. Gjesti ka marrë vezën nga kuzhina, ja ka hedhur Olës në kokë, ndërsa Viserlos ja ka qarë buzën, të paktën kështu rrëfehet Viserlo. Dy banorët, të cilët tashmë kanë shpallur një luftë brenda në shtëpinë e Big Brotherit me banorin më të komentuar dhe më të dashur për të gjithë ju, Gjestin, kërkojnë nga vëllau i madh që në këto momente të sjellën një zarf të zi brenda shtëpisë dhe Gjesti të largohet nga shtëpia me zarf të zi. Gjesti me patjetër që këto e quan një pikë të lojës në kuadër të lojës dhe nuk e quan si një gjë të arsyeshme që i paska thyer vezën në kokë Olës, sepse një fenomen i tillë ka ndodhur edhe në Big Brotherat e tjerë botëror, që vezët janë përdorur brenda në shtëpi. Sonte do kapet prajmi me SSB dhe banorët janë duke komentuar dhe duke diskutuar pafund mes njëri tjetrit, duke shprehur urrëtitjen e madhe që kanë ndaj Gjestit. Danja në këtë rast nuk reagoi fare, duke krahasuar situatën me Xhibanin. Kur Xhibani gjuajti Gjestit në fytyrë dhe Danja bëri gjëmën e madhe brenda shtëpisë, në rastin e Viserlos edhe të Olës nuk reagoi fare dhe kjo gjë e ka vrarë Viserlon brenda. Ofendimet janë nga më të mëdha dhe nga më denigruese, deri tek fenomeni që ti je edhe homoseksual. Do të thënë janë përdorur këto lloj ofendime brenda kësaj shtëpie, duke nxjerrur dhe gjuhën seksiste që banorët përdorin në Big Brother. Sonte do të kemi diskutime, sonte do të kemi dinamika dhe do marrim dhe opinionin e Arbrit edhe të Nedës për situatat e krijuara. E pritshme ishte në fakt, Viserlo sonte po i djeg kapuçi, siç i themi ne, sepse është në nominim dhe është një ndër banorët më të rrezikuar për t'u larguar nga shtëpia e Big Brotherit, por njëkohësisht edhe Ola ka një lloj urrëtitje të madhe kundër drejt Gjestit. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj për situatën që ndodhi. Do të thënë Gjesti ka lagur me ujë të gazuar Viserlon duke u larë dhe njëkohësisht ka gjuajtur me ves Olën, por nuk e ka goditur dhe boksuar Viserlon në fytyrë. Sipas jush, a meriton që Gjesti të ketë një zarf të zi dhe të pezullohet nga kjo lloj për veprime të cilat ka bërë, ku banorët në shtëpi quajnë si veprime provokuese? Është normale që banorët të përdorin çdo situatë në fund të ditës, si cili pretendon për të shkuar drejt finales dhe për të fituar çmimin e madh, por mbi të gjitha, mua duke lexuar edhe rregulloren e Big Brotherit që unë ua kam sjellur edhe më herët, domethënë që fenomene të këtilla apo lojra të këtilla nuk futen drejt zarfit të zi, por as në zarfin e kuq, por ndoshta mund të vijë një zarf i zi për gjuhën seksiste që banorët përdorin brenda një fenomen i cili është tërhequr vëmendja edhe më herët në këtë Big Brother, që nuk duhet përdorur kjo gjuhë, pasi që shikueshmëria është e frikshme dhe thyen rekorde të mundshme qoftë edhe nga fëmijët, por siç duket në acare sipër, domethënë Viserlo nuk matet. Debati është shumë i ashpër, është një debat që zakonisht Viserlo e ka këtë imitimin e lojës së Xhibanit, që në të shumtën e rasteve u shkon banorëve me fytyrë afër, që ndoshta do të arrijë atë qëllimin e tij, që një banor ta godet edhe të vi zarfi i zi në shtëpi, që Viserlo të quhet si një banor i fortë që ka nxjerr banor me zarf zi, por domethënë situata ka diskutime dhe dinamika shumë të forta. Si zakonisht si sonte që është nata e Prime-it, Big Brotheri nuk ka nisur me pozitivitet, nuk ka nisur me adrenalin. Tani së shpejti do të vijë dhe zarfi i bardhë për të kuptuar se kush do të bëj gati sonte banorët për në Prime, por siç duket nuk i presin gjërat shumë mirë. Dua të marr mendimin tuaj, a do të plotësohet dëshira e Viserlos edhe Olës që Gjesti të merë zarf të zi edhe një herë po a potencoj, do me thënë Gjesti ka gjuajtur me ves Olën në kokë dhe njëkohësisht i ka derdhur ujin e gazuar Viserlos, por duke u larë në tush, jo se do ta lakte në mënyrë tjetër. Jepni mendimin tuaj dhe vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, që të bëhemi një grup edhe më i madh se ç'jemi, për të komentuar dhe për të dhënë qëndrimet dhe mendimet rreth artistëve shqiptar, por edhe ngjarjeve që ndodhin në popullin tonë të dashur.